Data 29 maj. Ligji për të rirë. Kapitulli 2. Pastaj u kthyem prapa dhe u nisem në përshkret e tir në drejtim të detit të kuq, ashtu si më pati thënë Zoti, dhe u sollëm rreth malit Seir për një kohë të gjatë. Pastaj Zoti më foli duke thënë: Jeni sjell mjaft rreth këtij mali. Kthehunin nga veriu. Dhe urdhëron popullin duke i thënë: Jeni duke kaluar kufirin e bijve të Ezaut, vëllezërve tuaj që banojnë në Seir. Ata do të kenë frikë nga ju, prandaj hapni syt. Mos i provokoni, sepse nuk do t'ju jap asgjë nga vendi i tyre. As aq sa mund të shkel një këmbë, sepse malin e Seirit ja kam dhënë Ezaut si pronë të tij. Do të blini me para prej tyre ushqime që do të hani, dhe do të blini gjithashtu me para ujin që do të pini. Sepse Zoti, Perëndia yt, të ka bekuar në gjithë punën e duarve të tua. Është kujdesur për udhëtimin tënd në përshkret e tirën e madhe. Zoti, Perëndia yt, ka qenë me ty gjatë këtyre 40 viteve dhe asgjë nuk të ka munguar. Kështu kaluam për te i bijve të Ezaut, vëllezërve tanë që banonin në Seir, dhe duke evituar rrugën e Arabahut si dhe Eliathin dhe Etsion Geberin, u tërhoqëm dhe vazhduam duke kaluar në përshkret e tirën e Moabit. Pastaj Zoti më tha: Mos sulmo Moabin dhe mos lufto kundër tij, sepse nuk do të jap asnjë pjesë të vendit të tyre si trashëgimi, duke qenë se u kam dhënë Arin si pronë pasardhësve të Lotit. Në kohët e kaluara këto banonin emitët, një popull i madh, i shumt dhe trup madh, si Anakimët. Edhe këta konsideroheshin gjigant, ashtu si Anakimët, por Moabitët i quanin Emim. Seir i banohej në fillim nga Horejt, por pasardhësit e Ezaut i dëbuan, i shkatëruan dhe u vendosën në vendin e tyre, ashtu si ka bërë Izraeli në vendin që zotron dhe që i ka dhënë Zoti. Tani qohuni dhe kaloni për rrojën e Zeredit. Kështu ne kapërcyen për rrojën e Zeredit. Koha e nevojshme për të arritur nga Kadesh Barnea deri në kalimin e përrojit të Zeredit ishte 38 vjet, derisa tërë brezi i luftëtarëve të zhdukej plotësisht nga kampi, ashtu siç u shëbetuar atyre Zoti. Në fakt dora e Zotit që kundër tyre për t'ia zgjesuar nga kampi derisa të zhdukeshin. Kështu kur luftëtari i fundit vdiq në mes të popullit, Zoti më foli duke thënë: Sot ti po bëhesh gati të kalosh kufirin e Moabit në Ar, por duke ju afruar bijve të Amonit, mos i sulmo dhe mos u shpall luftë, sepse unë nuk do të jap asnjë pjesë të vendit të bijve të Amonit si trashëgimi, sepse ua kam dhënë bijve të Lotit si pronë të tyre. Edhe konsiderohej si një vend gjigantësh. Në kohrat e kaluara këtu banonin gjigant, por amonitët i quanin Zamzumim, një popull i madh, i shumë dhe shtatlart si Anakimët. Por Zoti i shkatroi para amonitëve që i dëbuan dhe u vendosën në vendin e tyre. Ashtu si kishte vepruar Zoti me pasardhësit e Ezaut që banonin në Seir, kur shkatëroi Horejt përpara tyre, ata i dëbuan dhe u vendosën në vendin e tyre deri në ditët tona. Edhe Avejt që banonin në fshatrat deri në Gaza u shkatëruan nga Kaftorejt, që kishin ardhur nga Kaftori, të cilët u vendosën në vendin e tyre. Qohuni, vihuni në marshim dhe kaloni për rrojën Arnon. Ja unë po e kaloj nën pushtetin tënd Sihonin, Amoreun, mbretin e Heshbonit dhe vendin e tij. Fillo ta shtiesh atë në dorë dhe shpalli luftë. Sot do të filloj të kall frikën dhe terrorin tënd popujve në tërë qiejt, të cilët do të dëgjojnë të flitet për ty, do të dridhen dhe do t'i zër ankthi nga shkaku yt. Atëherë nga shkret e tjera Kedemothit i dërgova lajmëtarët Sihonit, mbretit e Heshbonit, me propozime paqësore për t'i thënë: Lërm të kalojnë për vendin tënd. Unë do të shkoj në për rrugën mbretërore pa u kthyer as djathas as majtas. Ti do të më shesash me para ushqime që do të ha dhe do të më japësh me para ujin që do të pi. Me lejo vetëm të kaloj me këmbë. Ashtu si kanë bërë për mua pasardhësit e Ezaut që banojnë në Seir dhe Moabitët që banojnë në Ar, derisa unë të kem kaluar Jordanin për të hyrë në vendin që Zoti Perëndia ynë na dha. Por Sihoni, mbreti i Heshbonit, nuk deshit na lindte të kalonim në për territorin e tij, sepse Zoti Perëndia yt i kishte ngurtësuar frymen dhe e kishte bërë kryeneç për të ta dhënë në duart e tua, siç është pikërisht sot. Dhe Zoti më tha: Shiko, kam filluar të kaloj nën pushtetin tënd Sihonin dhe vendin e tij. Fillo ta pushtosh që ti të bëhesh zotëruesi i vendit të tij. Atëherë Sihoni doli kundër nesh me gjithë njerëzit e tij për të ndeshur në Jahac. Por Zoti Perëndia ynë na e dha në dorë dhe ne e mundëm atë, bijtë e tij dhe tërë njerëzit e tij. Në atë kohë pushtuam tërë qytetet e tij dhe shfarosëm burrat, gratë dhe fëmijët e çdo qyteti, nuk lam gjallë asnjë. Morëm si plaçk vetëm Bagtin dhe plaçkën e qyteteve që kishin pushtuar. Nga Aroreri, që ndodhet në brigjet e përrojt Arnon, dhe nga qyteti që është në Lugin, deri në Galad,
nuk pati asnjë qytet që të ishte shumë i fortë për ne. Zoti Perëndia ynë i dha të gjitha në dorën tonë. Por nuk ju afrove vendit të bijve të Amonit, dhe asnjë vendit anës përrojt Jakob, as qyteteve të vendit malor dhe tërë qendrave që Zoti Perëndia ynë na kishte ndaluar të sulmonim. Psalmi 83. O Perëndi, mos rrin heshtje. Mos mbyll gojën, mos rri qet, o Perëndi. Sepse jar miqtë tu po zjejnë dhe ata që të urrejnë ngren kokën. Thurin gracka kundër popullit tënd dhe bëjnë komplote kundër atyre që t'i mbron. Ata thonë, eja ni t'i shkatërojmë si këmbë. Emri Izraelit të mos kujtohet më. Sepse kanë komplotuar së bashku me një mendje dhe kanë lidhur një beslidhje kundër teje. Çadrat e Edomit dhe Ismaelitëve, Moabi dhe Hagarenët, Gebali, Amoni dhe Amaleku, Filistia me banorët e Tiros dhe Asiria është bashkuar me ta për të ndihmuar bitë e Lotit. Vepro me ta ashtu si bëre me Midianin, me Siseran dhe me Jabinin, pranë përrojit e Kishonit, të cilët u shkatruan në Endor dhe u bën si pleh për tokën. Bëj që krerët e tyre të jenë si Orebi dhe Zeebi dhe tërë princat e tyre si Zebahu dhe Calmuna, sepse ata thanë të shtijem në dorë kullotat e Perëndis. O Perëndia im, bëj një lloj si pluhuri i vorbullës, si kashta në mëshirë të erës. Ashtu si zjarri djeg pyllin dhe flaka gëllabron malet, kështu ndiqi me furtunën tënde dhe trembi me uraganin tënd. Mbulo fytyrat e tyre me turp, me qëllim që të kërkojnë emrin tënd, o Zot. U turpërofshin dhe u tmerrofshin për jetë, u ngatërofshin dhe vdekshin. Dhe ta dinë se ti vetëm që quhesh Zoti, je shumë i larti mbi gjithë dheun. Psalmi 84. Oh, sa të dashura janë banesat e tua, o Zoti i ushtrive. Shpirti im dëshiron me zjarr dhe shkrihet për oborret e Zotit. Zemra ime dhe mishi im i dërgojnë brit magëzimi Perëndisë gjallë. Edhe Rabec ka gjen një shtëpi dhe dallandyshja një fole ku të vërë të vegjlit e saj pranë altarëve të tu, o Zoti i ushtrive. Mbreti im dhe Perëndia im. Lum ata që banojnë në shtëpinë tënde dhe të lëvdojnë vazhdimisht. Lum ata që e vënë forcën e tyre te ti dhe kanë në zemër rrugët e tua. Kur kalojnë luginën e Bakas, e shndërrojnë atë në një vend burimesh dhe shiu i parë mbulon me bekime. Ata kalojnë nga një forcë te tjetra dhe në fund paraqiten para Perëndisë në Sion. O Zot, Perëndi i ushtrive, dëgjoj lutjen time, vëri veshën o Perëndi i Jakobit. Shiko o Perëndi mburojën tonë dhe shiko fytyrën e të vajosurit tënd. Po, një ditë në oborret e tua vlen më tepër se 1000 gjetiu. Mua më pëlqen më tepër të qëndroj në pragun e shtëpisë së Perëndisë tim, se sa të banoj në çadrat e të pabezve, sepse Zoti Perëndi është diell dhe mburoj. Zoti do të jap hir dhe lavdi, ai nuk u refuzon asnjë të mirë atyre që ecin drejt. O Zoti i ushtrive, lum njeriu që ka besim te ti. Isaia, kapitulli 30. Mirë bitë rebel, thot Zoti, që bëjnë projekte që nuk vijnë nga unë, që lidhin aleanca por pa frymën time, për të grumbulluar mëkate mbi mëkate, që shkojnë poshtë në Egjipt pa konsultuar më parë gojën time, për të përforcuar në forcën e faraonit dhe për të kërkuar streh në hijen e Egjiptit. Por forca e faraonit do të jetë turpi juaj dhe streha në hijet e Egjiptit fatkeqësia juaj. Sepse princat e tij kanë shkuar në Coan dhe ambasadorët e tij kanë arritur në Hanes. Por do të turpërohen të gjithë nga një popull që nuk do të hyjë fare në punë, që nuk do t'ju jap asnjë ndihmë o përfitim, por vetëm turp dhe poshtrim. Një profeci kundër kafshëve të Negevit, nëpërmjet një vendit miruar dhe plot ankthe për të cilat vijnë luanesha dhe luani, në përka dhe gjarpri zjarrt që fluturon, ata mbartin pasuritë e tyre mbi kurrizin e gomerve dhe thesaret e tyre mbi kurrizin e deveve, një populli prej të cilit nuk kanë përfituar asgjë. Sepse ndihma e Egjiptit është e kotë dhe e padobishme, prandaj unë e quaj Rahab Hemshebeth. Tani, eja, shkruaja këtë mbi një rast të vogël dhe shkruaja në një libër që të mbetet për ditët e ardhshme, për gjithnjë, për jetë. Sepse ky është një popull rebel, janë bi gënjeshtar, bi që nuk duan të dëgjojnë ligjin e Zotit, që u thon shikuesve mos kini vegime dhe profetëve mos na profetizoni gjëra të vërteta, na tregoni gjëra të këndshme, na profetizoni gjëra mashtruese. Dilni jashtë rrugë, braktiseni shtegun e drejtë, largoni nga sytë tanë të shenjtin e Izraelit. Prandaj kështu thot i shenjti i Izraelit:
Me qenë se ju e përçmoni këtë fjalë dhe keni besim të shtypja dhe të ligësia dhe mbështeteni mbi to, kjo pallësi do të jetë për ju si e qarë që rrezikon të rrëzohet, një dalje të një muri i lartë, rrëzimi të cilit ndodh papritmas në një çast dhe thyhet si një enë prej balte të pjekur që dikush të copton pa mëshirë duke mos mundur të gjejë në copat e tij qoftë edhe një copë për të marrë zjarr në vatër ose për të marrë ujë nga sterna. Sepse kështu thot Zoti, Zoti i shenjtë i Izraelit, duke u kthyer tek unë dhe duke pushuar tek unë, do të shpëtoni. Forca juaj qëndron në qetësinë dhe në besimin tuaj, por ju nuk keni dashur. Madje keni thënë, jo, ne do të ikim me kuaj tan, prandaj ju do të ikni dhe do të shkojmë me kuaj të shpejt, prandaj ata që do t'ju ndjekin do të jenë edhe më të shpejt. 1000 për jush do të ikin në nënkërcënimin e një të vetmi, në nënkërcënimin e 5 vetave do të ikni me vrap, derisa të rrini si një hu, mbi majën e një mali, si një flamur mbi një kodër. Prandaj Zoti do të pres për t'ju dhënë hir, pastaj ai do të lartësohet sepse i erdhi keq për ju, sepse Zoti është një perëndi i drejtësisë. Lumt të gjithë ata që kanë shpresë tek ai. O populli i Sionit që banon në Jeruzalem, ti nuk do të qash më. Ai do të të bëjë nder me siguri, duke dëgjuar zërin e britmës sate, sapo të dëgjoj, do të përgjigjet. Edhe sikur Zoti që ju jap bukën e ankthit dhe ujin e shtypjes, megjithatë ata që të mësojnë nuk do të duhet të fshihen dhe sytë e tu do të shohin mësuesit e tu. Kur të shkoni djathtas ose kur të shkoni majtas, veshët e tu do të dëgjojnë prapa teje një fjalë që do të thotë: kjo është rruga, ecni në të. Konsiderojeni si të papastra shëmbëltyrat tuaja të gdhendura, të veshura me argjend dhe shëmbëltyrat tuaja prej metali, të derdhur të veshura me ar. Do t'i flakni tutje si një gjë e papastër. Jashtë, do t'u thoni atyre. Atëherë ai do t'i jap shiun për faren tënde që do të kesh mbjellë në tokë, dhe buka që toka do të përdhoj do të jetë e shishme dhe e bollshme. Atë ditë bagtia jote do të kullos në kullota të gjera. Qetë dhe gomere që punojnë tokën do të hanë forazhin me krip, të aerosur me lopatën e drithit. Mbi çdo mal të lartë dhe mbi çdo kodër të lartë do të ketë rrëke dhe rrjedha ujë, ditën e masakrës së madhe, kur do të rrëzohen kullat. Drita e hënës do të jetë si drita e diellit, dhe drita e diellit do të jetë 7 herë më e fortë si drita e 7 ditëve, ditën kur Zoti do të lidh plagën e popullit të tij dhe do të çrojë plagën e shkaktuar nga goditjet e tij. Ja emri i Zotit vjen nga larg. Zemërimi i tij është i zjarrt dhe barra e tij e rëndë. Buzët e tij janë plot indinjat dhe gjuha e tij si një zjarr që të përpin. Fryma e tij është si një porrua që vërshon dhe që arrin deri në qaf për të shoshitur kombet me shoshën e shkatrimit dhe për të vënë në nofullat e popujve një fre që t'i bëjë të përdalin. Atëherë do t'ja merrni një këngë si natën kur kremtoni një fest. Do të keni gëzim në zemër ashtu si ai që shkon me zërin e fyllit në malin e Zotit në kështjellën e Izraelit. Pastaj Zoti do të bëjë të dëgjohet zëri i tij madhështor dhe do të tregojë si godet me krahun e tij kur tërbohet zemrimi i tij në flakën e një zjarri glabërues në mes shpërthimesh të furishme, uraganësh dhe breshë rigurësh. Meqense Asiria do të goditet nga frika e zërit të Zotit që do të rrahë me shufër dhe çdo goditje që do të jepet me shkopin e të cilin Zoti do t'i bëjë të bjerë mbi të, do të shoqërohet nga tingujt e dajreve dhe qesteve. Ai do të luftojë kundër saj, duke tundur dorën në mënyrë kërcënuese. Tofeti është përgatitur prej shumë kohësh. Ai është gati edhe për mbretin. Ky e ka bërë të thellë dhe të gjerë. Mbi turrën e druve për ta djegur ka zjarr dhe dru me shumicë. Fryma e Zotit si një rrymë sjufuri do ta ndesë. Juda, shërbëtori i Jezu Krishtit dhe vëllai i Jakobit. Të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndin atë dhe të mbajtur në Jezu Krishtin. U shtoft mëshirë juve, paqe dhe dashuri. Të dashur, pasi vë çdo kujdes t'ju shkruaj për shpëtimin e përbashkët. Pata nevojë t'ju shkruaj juve t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin, që u qe transmetuar shenjtorëve një herë për gjithmonë. Sepse hyn fshehurazi disa njerëz që ishin shënuar qëmoti për këtë dënim të pabes, që e kthejnë hirin e Perëndisë tonë në shturje dhe mohojnë të vetmin zotëri Perëndi dhe Zotin tonë Jezu Krisht. Por dua t'ju kujtoj, ndonse tashmë i dini këto gjëra, se Zoti pasi e shpëtoi popullin e tij nga vendi i Egjiptit, pastaj i shkatërroi ata që nuk besuan. Dhe ata ëngjëjt që nuk e mbajtën gjendjen e tyre të parë, por lanë banesën e vet, i mbajti me pranga të përjetshme poshtë në errësirë për gjyqin e ditës së madhe.
po si Sodoma dhe Gomora edhe qytetet përreth në të njëjtën mënyrë që u dhan pas kurvërimit dhe shkuan pas një mishi tjetër, janë vënë përpara si shembull duke pësuar ndërshkimin e zjarrit përjetshëm. Gjithashtu edhe këta, duke parë ëndra nga njëra anë ndotin mishin, nga ana tjetër përbuzin pushtetin dhe blasfemojnë dinjitetet. Por Mikaeli, kryeëngjëlli, kur duke u zënë me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të sillte një gjykim blasfemues, por tha: Zoti të qërtoft. Por këta shajnë të gjitha gjërat që nuk i dinë, dhe për të gjitha gjërat që njohin prej natyre si shtaz pa arsye, në këto gjëra prishin veten. Mirë ata, sepse kanë marrë rrugën e Kainit dhe u dhanë pas mashtrimit të Balamit për fitim dhe u shkatëruan në kundërshtimin e Koreut. Këto janë njolla në agapit tuaja, kur hani e pini bashkë me ju pa druajtje, duke kullotur veten e tyre. Ata janë re pa ujë, të hedhur andej këndej nga errat, drur vjeshtë e pa fruta, dy fish të vdekur, të çrrënjosur, val detit e egra që shkumzojnë turpin e tyre, yje enda cak për të cilët është mbajtur terri i errësirës në përjetësi. Dhe për këta profetizoi dhe Enoku, i shtati nga Adami, duke thënë: Ja Zoti vjen me mirat e tij të shenjtë, për të bërë gjyq kundër të gjithëve edhe për të shortuar të gjithë të pabeset në mesin e tyre, për të gjitha veprat e pabesisë të tyre që i bën me pabesi, edhe për të gjitha fjalët e ashpra që mëkatarët të pabes folën kundër tij. Këta janë murmuritës, që ankohen për fatin e tyre, që ecin sipas dëshirimeve të tyre, dhe goja e tyre flet fjalë fodollëku dhe u bëjnë lajka njerëzve për dobi të vet. Por ju, të dashur, mbani mend fjalët që ju kanë parathënë në apostujt e Zotit tonë Jezu Krisht. Ata ju thoshin që në kohën e fundit do të ketë tallës, që do të ecin sipas dëshirimeve të tyre të pabesisë. Këta janë ata që shkëputhen vet, njerëz shpirtëror që s'kan frymën. Por ju, të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në frymën e shenjtë, mbahuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krisht për jetën e përjetshme. Dhe kini mëshirë për disa duke bërë dallim, por shpëtojini të tjerët me frikë, duke arrëmbyer zjarrit, duke u rryer dhe rrobën e ndotur nga mishi. Dhe ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim dhe t'ju vërë të paqërtueshëm dhe me ngazëllim para lavdisë së tij, të vetmit Perëndi të urtë, shpëtimtarit tonë i qoftë lavdi dhe madhështi, sundim dhe pushtet, edhe tani, edhe në përjetësi. Amen.